Jemi përpara kishës së Vllaherës, kjo është kisha e Vllaherës. Kisha e Vllaherës mendohet që të jenë ndërtuar në fund të shekullit 14. Është një kishat më të vjetra në Shqipëri. Rëndësia e kësaj kishe qëndron në faktin sepse kjo me këtë emër është unikale, nuk ka tjetër kishë me këtë emër në treva shqiptare. Këto piktura këtu, kush ka punuar në këtë kishë? Në këtë kishë ka punuar i biri Jon Lupi, mendohet se quhet Mikoll. Dallon nga piktorët e tjerë bizantin, sepse më thënë në portretet i është më njerëzor. Dhe ajo që është më e rëndësishme, që është e veçanta e Nikolës, aty ka elemente të arkitekturës së qytetit tonë. Të Beratit dhe etnografia, aty ka veshje të kostumeve popullore. Është e vetmja kishë me këtë emër në të gjithë trevat ballkanike të perandorisë bizantine.